Ç'ndodhi me këty kryetarët, si po I thoni bashkëkryetarët tuaj, që në mënyrë sinkronizuar thanë provimi jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Provimi i jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Një ditë para protestës. Provimi i jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Mirë, po jo I plot. Okej, në rregull, unë nuk Të mund të nderuar fal më. student, provimi i jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Zoti Arsyeja Shabani. vetme Okej, në rregull. për Shumë mirë. Zoti Rregull, Shabani. është gjuhën shqipe, është ajo që nuk ekziston një lëndë e vetme në Dakor, edhe pse zoti Shabani këtë zgjidhje studentët e refuzuan, thanë nuk e pranojmë këtë propozim. Keni dëgju? Po kam dëgju, dhe unë po ju garantoj nga ky pozicion studentëve dhe nga të gjitha bisedimet të cilat janë bërë që në bazë të kësaj oferte, jo oferte, po në bazë të kësaj zgjidhje të cilën e japim, provimi i jurisprudencës është në gjuhën shqipe. Dhe jo vetëm kaq. Bisedohet tani më për gati 10 provime të zgjedhura që jepen në për institucionet të ndryshme që tashmë për merit të vlenit dhe ekskluzivisht të vlenit jepen në gjuhën shqipe dhe në periudhën që vjen do të jenë diku rreth 50 provime për provime profesionale dhe provime për licencat të cilat do të mund të kandidatët të nënshtrohen në gjuhën shqipe. Shumë shpejt do të fillojmë të dalim një nga një dhe do të shifni se edhe ato tjerët provime sikur ky provim I jurisprudencës. Më gjeni në mënyrë tjetër ju zotëri Hasani se si mund lëndën origjinale dhe atë që ju e promovoni se gjuha shqipe tani më është zyrtare komplet në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe më gjeni një lëndë vetme prej 1990-s, prej kur është formu Republika e Maqedonisë deri në ditën e sotme. Unë tash më qet juve lëndë? Jo, po. Unë më qet edhe mënyra? Po ju e patët mundësi, zotëri Hasani. Mendoj, falni ama. Një vit pas mbarimit të është mirë me thonë. Jo, është shumë mirë me thonë, deputetja juaj, kolegja juaj gjatë një prononcimi në televizion mbrëm e potencoj vetë. Deputetët e BDI-s kanë është mirë me thonë se nuk u realizua komplet provimin e gjuhën shqipe jurisprudencës, sepse nuk po tingëllon mirë. Më fal zoti Shabani, sekretari organizativ I juaj, nuk po tingëllon mirë, me thonë se I keni 8 provime në gjuhën shqipe, 2 provime në gjuhën maqedone, edhe më thonë student të nderuar, u kry puna. U kry puna. Provimi I jurisprudencës. Është shqip? Është në gjuhën shqipe. Po është qesharoke. Jo, s'është qesharoke. Falje, po është qesharoke Ma gjeni një material. Në gjykata, ajo është problemi teknik, është në rregull. Nuk është problem teknik. Thueni se nuk është bën. Ju e votut në gjuhë maqedone ligjin një vit pas që në gjuhën shqipe, shumë thjesht është. Nuk është I kompletuar në gjuhën shqipe. Jo. Po tentoni që të krijoni njerëz dhe të shtini në huti studentët. Ky muhabeti. Jo, tentoni të shtini në huti studentët për çështje